Di që ke taku MC Kreshin. Si ran kontakt me te, jam gërës me ditë si. Është një histori shumë e lezetshme në fakt, se kam kolegon që e kam aty dhe ishim të diskutu që duhet mi bani ftesë MC Kresha, sa kupton mi e shkrujt edhe mi kontaktu që marrë mi u don shërbim. Edhe i thash po kur të kenë në koncert, s'kanë marrë në Tiranë, thash e mundësëm tash takimin, edhe ky s'un kish prit dot edhe i kish nis mesazh, po ky edhe akauntin nuk ka as fotoprofili. Edhe i kishte formulu një mesazh, që kështu kena hap sallonin, kena qef me ardh kur të vish në Tiranë. Edhe as pun 20 minuta vetë kur vjen një notification MC Kresha na bani na replikoi edhe na shkrujti ta patjetër ta kur të vjen në Tiranë ta kena mu taku. Edhe kena shku mrapa, kena mas një periudhe një muaj kena shku, kena dhënë shërbim. S'ka pas mundësi marrë të saloni, por kena shku te Plaza në hotel. Ky podcast u sponsorizuar nga Armal Mamaçi Training, kompania e cila suporton misionin ton për promovimin e vlerave dhe sipërmarrjes në Shqipëri.